ku është vënë gardi. Është folur shumë, siç edhe ju thatë, të gjithë kanë folur përveç se ne. Unë kisha një, si vetë si persona, po kam një vërejtje personale për juve. Çështja jonë është akoma duke u gjykuar. Unë pas nesër jam në gjyq për kthimin fizik të pronës. Ju para një jave keni thënë që ajo pronë është e trashëguar dem baba dem. Mua më vrau, sepse u duke paragjykuar, u duke sikur unë tani çfarë të pres prej gjykatësit. Kam të drejtë për mbi atë pronë apo s'kam, do ta vendos gjykata. Fakti që mua më kanë sorollatur për 35 vjet, 25 vjet luftoj i mat, derisa vdiq me këtë plagë, pastaj ma la mua. Është diçka, tregon diçka. Ne s'kemi folur, nuk na ka intervistuar askush. Fakti që s'kemi vrarë, s'kemi prerë dhe s'kemi bërë kontraband armësh, nuk do të thotë që s'duhet edhe të intervistohemi për televizion. S'kemi patur zë. Dhe u ndjeva vërtet i atakuar, i prekur nga disa deklarata tuaja. Të më që unë kam thënë që prona është e trashëguar. Ju thatë në deklaratën e parë, para një jave keni thënë që kjo tokë është e trashëguar dem baba dem. Edhe një, jo, nuk është vërtet. Të ta shpjegoj unë tani, se fjalët kanë peshë të madhe, nuk thonë kot gjua, kot s'ka po kot s'ka thyen, kështu që unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den baba den. Është kthyer shumë vite më parë, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, por nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie, është kthyer den baba den, kam thënë. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime të gabuara ose të padrejta, me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës, këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër, këtë e vendos vetëm gjykata. Apo jo. Kështu që ndjesin nëse je ndjer i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, si pose që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private. Dhe nëse ju ktheni në kohë kur ka dalë për herë të parë shpreha e interesit nga ana e familjes së presidentit të Shtetet Bashkuara për Shqipërinë dhe kur është folur për Sazanin dhe për Zvërnecin, unë e kam thënë shumë qartë që në atë kohë Sazani është një çështje e qeverisë shqiptare, për sa i takon marrëveshjes dhe për sa i takon mënyrës se si do të shkohet nga ripamja e marrëveshjes, ndërsa pjesa përballë Sazanit është një çështje private. Pronarësh privat. Dhe pronarët privat merren vesh privatisht. Kështu që Shqipëria shitet apo nuk shitet kur vjen puna tek pronarët private, këtë vendosin pronarët, nuk e vendosin as qeverit, nuk e vendosin as protestuesit. Pjesa tjetër është siç ka vijuar.
Pra, marrëveshja e shitjes që do thot kur agjencia përkatëse që merret me lejet apo me master planet, kur merr një shprehje interesi, kërkon hipotekën. Apo jo. Ke apo s'ke hipotekë. Që ke apo s'ke marrëveshje me pronarët që figurojnë në hipotekë. Ka pretendent në Shqipëri sa të duash që nuk i kanë me hipotekë pronat, po i kanë me pretendimet e tyre, me letra, nuk e di, pa letra nuk ka rëndësi. Dhe veprimtaria e agjencisë në këtë rast është veprimtaria e bazuar tek çfarë është paraqitur dhe çfarë është verifikuar, siç verifikohet çdo proces në hipotekë. Jemi dakord deri këtu? Në rregull. Mund ta mbaroj. Jo, ti mund patjetër, po ta mbaroj. Kjo është pjesa që ka të bëjë me atë që shtrove dhe që ka të bëjë me sjelljen e shtetit. Dhe për sa kohë ajo tokë është një tokë e blerë nga investitorët, ajo është tokë e investitorëve. Për ligjërisht për shtetin. Tani, pjesa tjetër që ka të bëjë me a është e pronarit, a s'është e pronarit, në këtë rast, se aty janë disa shitje, apo jo, nuk është vetëm një. Në këtë rast, për një subjekt nga disa që kanë bërë shitjen e pronës, ka rezultuar që ka një hetim për subjektin prej disa kohësh, se disa, 1 vit, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, nuk e di. Dhe për këtë arsye është bllokuar fondi që kanë paguar investitorët. Por ama transakcioni ka ndodhur. Pra investitorët janë pronarë sot. Fondi është bllokuar. Që do të thotë në këtë rast, fakti që ka pasur një hetim mund të jetë jashtëzakonisht pozitiv për çdo qoftë që mund ta fitoj me gjykat pronën. Nëse sepse hetimi nuk bëhet se këtu u bë një çamur e madhe, çorp. Hetimi nuk zhvillohet për kompaninë, hetimi nuk zhvillohet për investimin, hetimi nuk zhvillohet për projektin, hetimi nuk zhvillohet për zhvillimin atje. Hetimi ishte një hetim në proces, është një hetim në proces për një individ, një subjekt që ka shitur pronë. Dhe për këtë arsye, pasi ka marrë të gjitha të dhënat nga agjencia jonë e kontrollit të përpastrime parave, që ka bërë gjithë verifikimet për burimin e fondeve të investitorëve dhe që verifikimet e agjencisë bëhen në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, SPAK-u ka lëshuar transakcionin, por nuk e ka lejuar, e ka çuar në konton përkatëse të noterit. Dhe te konto e noterit ajo rrie bllokuar, kështu ndodhin në botë plot. Rrie bllokuar atje derisa të sqarohet pozicioni i individit në fjalë me drejtësinë. Dhe në rastin konkret, nëse në këtë proces juve që thoni jeni në gjykat, apo kushdo qoftë tjetër që ka pretendime do të shkojnë në gjykat, nuk mund të vi të pretendojnë rrugë, do të merrni nga gjykata letrën që jeni pronar legjitim trashëgimtar, atëherë ju do keni akses në atë fond dhe do merrni paratë. Shumë faleminderit. Shumë e qartë, sepse historikun unë vajta disa... Historiku nuk është për mua. Historiku i shitjes apo i blerjeve, unë jam shumë i qartë, sepse e kam ndjekur vetë, jam personi që po merrem përfaqësues i familjes. Ajo shqetësimi që kisha ishte mos ndërhyrjen, të mos, sepse u është bërë shumë zhurmë e madhe. Asnjë nga fisi ynë nuk ka qenë tek madhe. Më fal. Zhurma e radhëve në këtë rast nuk të pengon fare, sepse edhe vetë procesi do jetë shumë më i fokusuar për të gjetur të vërtetën, kështu që mbas se jam gabim, por tani kur kryeministri thotë
kryeministri i vendit thotë që ajo tokë është e trashëguar Dem Babaden. Edhe një herë tjetër. Jo, Mbas jam gabim thash. Jo, po s'pun përsërisësh të njëjtën gjë pasi unë t'jap 20 minuta shpjegim. Unë edhe një herë tjetër. Unë nuk jam, dëgjoj, edhe një herë tjetër. Unë nuk jam certifikues i asnjë lloj prone se unë se kam as kompetencën ta bëj këtë gjë. Të kërkojmë edhe neve që të mos ketë ndërhyrje dhe të mos ketë njerëz që i vënë pikën mbi i përveç gjykatës. Të lutem me kë po flet tani se s'po të kuptoj. Duhet të sqaroj veten, sqarova veten. Thash kush o çfarë po kërkoj unë. Me kë tani, me kë. Pra, tani me kë, jo si kryeministër, jo po. Tani unë, nëse unë kam kurajë të vi këtu përpara jush, nëse unë, lërë, e kanë zakon të vlorë që nuk e lëshojnë me mikrofonin. Edhe unë nga pjesa vlonjate e kam që flasë gjatë, se lëshoj asun. Kryeministër jam ortodoks, nuk jam nga... Kështu që nuk e lëshojmë, jemi ortodoks, e lëshojmë. Po që me të një jemi ortodoks? Edhe unë ortodoks e kam pjesën time nga vlora. E pra? Po ju jeni vlonjate, ola. E kupton ti? Jemi ortodoks, është mua betë kotë. Ju jeni vlonjat. Ju jeni mbi fet. Madje, ju dhe Zoti jeni në garë se kush është Zoti. Kështu që lale, tani më na fut në këto. Mund ta bëj ta marrim me rast. Kam edhe një shqetësim të fundit, do me thënë. U sqaroj për të pjesë njëre. Unë sqarova. Do me thënë dhe herë tjetër. Unë kam thënë është pronë e kthyer Den Babaden. Nuk kam thënë është pronë trashëgimtar, është natyrisht prona e kthyer Den Babaden është pronë që bazohet tek një dëshmi mbi cilën është kthyer dhe është trashëgimtar, patjetër. Se kjo betej pretendimesh për trashëgimtarët është apo jo? Unë nuk certifikoj kush janë trashëgimtarët. Unë di që është e kthyer Den Babaden. Kjo është e vërteta. E informacionin e keni të gabuar. Po çka kam të gabuar? Kur është kthyer prona? Po sepse s'është e kthyer Den Babaden. Kur është kthyer prona? Prona është kthyer në 2009 apo e di që është 2009. Jesh dhënë dikujt, më fal. Një sekond. Personi që mos më fut në këtë histori, tani. Po tani jam pyet. Jo, kur është kthyer tash? Nuk thash kush ishin persona. Jesh dhënë një certifikat pronësie dikujt. Po duhet fare më. Mund të them, o të lutem shumë. Kur është kthyer prona? Këtë më thuaj. Mos më fut në këtë histori. Këtë histori tregoj gjykatës. 2009, përpara se ju të vinit në 2009. Në 2012 në Biles, drejtori i hipotekë ka qenë shoku im i ngushtë, gjithsesi dhe nuk ka qenë i partisë tuaj. Po pse na fut në këto se s'po merr me partitë fare? Nuk thash këtë më. Po më lë të thash që është, e di çfarë është 2009 për mua. Në 2009 unë kam pasur flokët e zeza. Nuk kam pas kaq shumë, po kam pas të paktën sa ti. I kam pas të zeza. Është Den Babaden 2009. Kështu që në këtë sens e kam thënë, është kthyer. Tani mos bëjmë debat për një gjë që s'ka lidhje fare. Se unë Den Babaden e di ndryshe, prandaj këtu jemi keq kuptuar. Po Den Babaden ti e di ndryshe, ti e vlonjat, nuk e di çfarë është Den Babadeni. Prandaj, kështu që dhe përsëris nuk po i shmangen fare të vërtetës që çdo pronë e kthyer është pronë që konsiderohet sipas ligjit një pronë e kthyer për shkak se prona të katakuar përpara se sa të merren nga komunizmi. Kështu e di unë se kthimin. Kështu jo unë këtë di. A i takon pasaj e si takon? Ati që ju thoni si takon? Apo të takon ty që thua më takon këtë se vendosun? Po pra, këtë thash dhe unë, po në rregull. Por ama për ligjin, për shtetin, për marrëdhëniet nuk mund të rinë në ajër, se më the dhe një gjë tjetër që është e rëndësishme. Se nuk mund të rinë në ajër një marrëdhënie pronësie. Ti në gjykat mund të shkojmë gjithë ne, mund të rrim gjithë kohës në gjykat. Por ama për sa kohë ka titull pronësie, jeta vazhdon, gjykata vazhdon. Një pronë bllokohet vetëm me sigurim pa dije. Nëse gjykata thotë stop, kjo prona bllokohet, është mohabet tjetër. Si lidhje ka se në gjyq, vazhdo gjyqi. Nuk është shteti, nuk e përcakton këtë gjë. E pra, në rregull. E mori